Get ready with me për të dalë pas 3 muajsh për night out. Unë si dem që jam vdes për rutinën time, edhe kur e kam sforcuar vetëm për të dalë, thoja doja shumë të isha te krevati im duke parë ndonjë film me pijamat e mia. Ma kishte marrë shumë malli të bëja get ready with me, gocat më bin telefonit. Unë jam një njeri që nuk jetoj dot me presion. E kam shumë problem më bësh presion, do bëjmë gati kur të bëhem unë gati dhe kur të jem unë gati. Biri sa duash telefonit. Çdo jeta si ka qenë jeta kohët e fundit, se imja ka qenë një kaos i vërtet. Nuk di ku jam një ditë dhe ku jam tjetrën. Nesër duhet iki në Kosovë për një xhirim. Këtë javë nuk isha emision se na ndodhen ca probleme, shumë të vogla, po është okej. Mos u bëra shumë e kuqe, apo shumë blash nuk është kur shumë blash. Ka marrë shumë malli që të rri pa lyer, o zot rri një javë ke fytyrën pa pik make-upi. Kaq do lyem pak tint për buzët. Një nga diskutimet që ose dilëm ose jo ishte që do veshim. Pse di do vesh këtë, kam vesh dhe njërë tjetër në studio para një muaj. Prisi. Është ta lik të hapur, po, kështu do e bëjmë. Kam rënë dashuri me ngjyrat këto kohët e fundit, edhe me xhaketa gjat Versailles. Njëra tjetër për ty që do rishi vetmuar në shtëpi, për mësuar, o zot ky shtrëbuar, nisë paçi. You do want